Ky emision përmban vendosje të produkteve. Miq të nderuar, jemi te restoran Niagara, restoran ujvara, unë do të thoja. Dhe jemi në Tuz, praktikisht të Malit të Zi, kemi ardhur që ta intervistoj një mik të vjetër, kemi ardhur që ta intervistoj një artist i cili plot 50 vjet është në skenën shqiptare. Është njëri nga këngëtarët më të mirë të Malit të Zi dhe të botës shqiptare. Do të thotë, lumna që nuk ka ikë për Amerikë, se si kanë ikë shumica e shqiptarëve të Malit të Zi. Sot, miq të nderuar, erdhëm në Tuz që të bisedojmë me Nikol Nikprelaj. Mirë po, para se të filloj bisedën me të, ta ndjekim dokumentarin për Nikol Nikprelaj. Nikol Nikprelaj ka lindur më 12 prill 1961 në Triesh të Malësisë mbi Shkodrës. Është një nga figurat më të dashura të muzikës shqiptare. Shkollën fillore e përfundoi në vendlindje, ndërsa gjimnazin në Tuz të Malit të Zi. Pasioni për artin e çoi në Prishtinë, ku studioi pikturë në Akademinë e Arteve nën udhëheqjen e profesorit të njohur Recep Ferri. Nikola ka krijuar mbi 300 këngë, nga ato në frymën popullore deri tek këngët për fëmijë. Ai ka publikuar 29 albume muzikore dhe 2 videoalbume, duke interpretuar mira këngë shqiptare në qindra koncerte humanitare e artistike nga Kosova e Shqipëria deri në Evropë, Amerikë e Australi. Ka themeluar e drejtuar ansamblet Malësia 1992-1994 dhe Besa e Trieshit 2000-2005, duke mbajtur koncerte edhe për mbështetjen e ushtrisë çlirimtare të Kosovës para, gjatë dhe pas luftës. Është vlerësuar me 10 çmime e dekorata të ndryshme, si me 2 çmime të para në festivalin Akordit e Kosovës më 1985, nga festivali folklorik në Gjirokastër, nga Asociacioni i Veteranëve të UÇK-s, me mirënjohje nga trupat mbrojtëse të Kosovës, nga festivali Polifest më 2008 me çmimin e Radio-Televizionit 21, nga Unioni Artistik i Kombit Shqiptar më 2011, nga festivali Flaka e Janarit më 2012, është dekoruar nga festivalet të mëdha folklorike në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Malë të Zi, dhe me nderimet më të larta shtetërore si mjeshtër i merituar nga presidenti i Kosovës më 2019 dhe artist i merituar nga presidenca e Shqipërisë më 2023. Më 2018 është përzgjedhur antar nderi i Akademisë së Shkencave Sociale në Palm Beach në Florida. Përveç muzikës, pasioni i tij është edhe piktura, duke e bërë një emër që bashkon artet dhe i jep kulturës shqiptare një trashëgimi të veçantë. Me krijimtarinë e tij artistike, ai është bërë një zë që nuk njeh kufi, një artist që ka kthyer jetën në një udhtim muzikor dhe artistik për kombin shqiptar. Prandaj, sa herë që bëhet fjalë për një artist të veçantë në muzikën e në kulturën shqiptare, Nikol Nikprelaj të gjithë e kanë në majet gjuhë. Nikol, si e? Mirë. A je i lodhën? Para se të tregoj, a jam i lodhën, duhet ju uroj mirë se ardhen, faleminderit shumë që keni ardhur në Tuz. Edhe jam lodh, por unë pushoj shumë shpejt. Një ditë më duhet. Vetëm një ditë. Unë e kisha frikë, thosha, o zot, kam i gjetë Nikolën të lodhun se sa je kthy prej Amerike. Unë jam zgju në 7 ora sot dhe të kom telefonu, a je gati, a je gati. A je gati, se me zi shprit që me kry punë, se e di që ditën e ke shumë. Ja me kry punë, po u gëzova që këti ardhë, pa tjetër. Jo, po e di që e ke ditën e ngarkume. Do të shkosh për Podgoric, pastaj do të këndosh për sëri, dhe kjo periudha, të themi kështu, e koncerteve ende nuk ka përfundu, pavarësisht se ti e quan që ka përfundu me Amerikë. Po jo, ashtu nuk përfundon asnjëherë. Kur nuk përfundon, natyrisht. Si e kalove në Amerikë? Super, shumë mirë. Kanë pritë si zakonisht? Mirë, më pritën, mirë kalu, mu knaqëm, u takum. Në fakt, u ritakum sepse pothuaj se të gjithë ata ishin një javë më parë në Tuz. Kanë ardhur për pushime këtu. Më duk se nuk i lgopa mjaft në Tuz dhe shkova edhe herë.
Mirë, unë e thash edhe në fillim, si e hapa emisionin, shqyr që nuk e dalë edhe ti në Amerikë, si kanë dalë shumica e shqiptarëve të Malit të Zi. Na do të kishim pas humbje këndej, ndërsa ti kishe mbet në Amerikë, i njoftun vetëm për rapin e shqiptarëve në Amerikë. As për rrethin, sepse unë do përfundoja kamarierë ose një punë kështu, sepse unë kam fillu në fakt me shku në Amerikë qysh në moshën 14-15 vjeçare. Dhe sa herë kam shku, mi kanë ofru të gjitha kushtet. Ndalu këtu, rri këtu, po të punësojmë, po të blej makinë, po të gjejmë nuse, po të tana. Edhe asnjëherë nuk jam bind për fat të mirë, sepse me të vërtet, në rastin tim, guri i ranë peshon në vend vetë. Dhe po të kisha kalu me jetu në Amerikë prej një kollet kur gjatë. So për ndryshe, unë vetëm në knudi, kur gjatë tjetër zdi, unë tjera të punë zdi. Ta merë të mendja thuj, unë e me la pjata, ja. Unë e me majt pjata, ja. Vetëm me i fshi pjata, tonë jam me i fshi. Të pëlqen ushqimi, natyrisht. Të din të dikur të dish ka pozit kur ka marrë të ti si kom... Po, pa tjetër, oho! Ish bak ishe po ban me hangër në të vërtet edhe ka hangër. Ke ardhë me gjithë familjet e une. Po kështu që një mpuq për dritën edhe për djemët e Nikolës. Ndërsa, Nikol, unë do të doja të fillojmë prej fëminis, kur ke fillu ti, kur kanë në vërtet baba, kur e ka marrë vesh që ti ke vesh ti din me kënu? Baba im ka kënu këngë Maje Krahu. Këngë Maje Krahu do thotë në këngë a kapello, pa shoqërim me instrumente, kështu. Dhe ai ka kënu shumë bukur këtë këngë dhe prej ti e kom, ose nuk mund të thome kom marrë, po ma ka dhënë. Këtë ma ka imponuar me siguri qysh. Më kujtohet të merte isha bebi vogël në vente në preher dhe bashkë ja thonim dhe kështu më ka me ta jo këngë, pastaj kom kalu edhe në këngë tjera dhe ashtu. Mirë, tesh nana e ka pas një këngëtar të Krahu në familje. Kur e ka pa që edhe ti po orientohesh, a ka ndërhy, a ka thënë gja, jo? Jo, nuk ka thënë gja, por ma vonë, kur nisa me u dashuru me muzikën, kur nisa me instrumente tjera, ju pengoja gjithë ditën, sidomos gjatë muajit të dimnit, gjithë ditën ju pengoja të ushtru, të shkoja në thonin, o del jashtë, e ku me dal jashtë në borë, o nale. O del jashtë, o nale. Mirë, kur ke vendos ti vetë me u marë sakt, kështu, edhe i ke thanë vedit, unë e du me qenë këngëtar? Nuk e dia mund të thëmë se ka pas moment vendimtar, se moment kur unë kam vendos. Kjo ka rrjell dal nga dal, në mënyrë të vetëdijshme apo jo, por unë kam qenë tepër i dashuruar në muzikë, edhe sot jam i dashuruar, do të vdes me dashuri i dashuruar në muzikën. Dhe kam punu shumë, kam ushtru shumë i përkushtuar, gjithmonë i përkushtuar. Dhe kështu ka rrjedh ajo, ka rrjedh. Por karriera ime e mirë fillt ka filluar në Kosovë. Në Kosovë, ku në Kosovë? Atëherë, unë kam shku në fakt, pas së shkollës së mesme, dy motive kanë qenë për më ardhur në Kosovë. Një motiv që dinte baba, studimet, po edhe një motiv që nuk guxoja shumë me ia thënë dikujt për të zhvilluar talentin dhe për të zhvilluar si këngëtar, se unë isha i vetëdijshëm se në Kosovë mund të zhvillohesha, sepse këtu nuk ishin kushtet, këtu në Tuzë me rrethe nuk ishin kushtet për me u zhvillu dhe do shuhesha si shumë talent që kanë qenë edhe më talentuar se unë, do shuhesha këtu, po mos vija në Kosovë. Dhe dy motivet pra janë kryesore që kam ardhur në Kosovë të studioj dhe të zhvillohem si këngëtar. Mirë, çka ke studiu? Ti ke studiu artin. Artin figurativ. Ke studiu pikturën, po. Por në këtë pjesën tjetër, kush të ka ndihmu, ku ke shku, çka ke ba? Atëherë, këtu mora vesh se është një shoqat e studentëve. Në fakt, ka pas qenë shoqata më e mirë në Kosovë, shoqata akademike e studentëve. Prishtinë në krye me Fahri Beqirin, pas dritë, pas Rahmet. Pas dritë, po.
Dhe ajo shoqat ka pas seksionin e folklorit. Dhe unë më kujtohet, kam trokit në dyrë të asaj shoqate dhe kam thënë, unë di Mejra Bilbilit, se nuk kisha frikë me tregu se këndoj. Po në njëjtën kohën luja mirë, edhe në Bilbil edhe në Çifteli, për shembull, lahut të gjitha. Tash ndal nga dal, hap nga një hap, se nuk e di në çfarë nivelit jam si këngëtar, kisha frikën e mos pranimit e çka dim. Edhe fillimisht më pranuan si instrumentist, pastaj tregova se unë kam talent ta bën me bën provë edhe si këngëtar dhe kështu. Edhe do të thotë ti në shoqërinë kulturo-artistike të Akademike studentëve. Ramiz Sadiku. Ramiz Sadiku ke fillu hapat e tu të parë profesionist, të themi kështu. Ajo ka qenë... Tani po, deri atëherë ka qenë mësuesat e amatorizmit, por është një gjë interesant. Pa shku shumë kohë aty në atë shoqat, erdhi legjenda e pavdekshme Çamili i vogël, sepse Çamili gjithmonë hulumton të talent ri. Erdhi edhe në atë shoqat dhe na bani ai një testim si dinte ai. Dhe mua më tha, ti Nikol, tha, mund të vish një ditë, kam harru çfarë dite, mund të vish në fila në vendin, tha se do të inkuadroj unë në shoqatat e mia, në grupet e tia, dhe unë nuk besoja se kjo gjë po ndodh. Një Çamil i vogël po fton Nikolën një anonim, një dikush që nuk dija në që nivel jam, a jam mjaftueshëm i talentuar, mjaftueshëm i përgatitur, dhe kisha shku prej Tuzit që s'kishte kur gjë në një Kosovë që kishte gjithçka. Dhe mund të them që hapat e parë serioz i kam marrë me Çamilin e vogël nëpër aktivitetet e tij. Wow! Sa vjeç ke qenë? Unë kam qenë 17-18 vjeç. Jo, se student, do me thënë, mund kam qenë 22 vjeç. 22 vjeç, shumë i ri. Shumë i ri. Kohën studentore dhe atë pjesë do t'i kthehemi përsëri. Unë dua të kthehem përsëri tek fëmijëria. Çka ka ba Nikola në Tuzë, pos që ka këndu, ka kry shkollën, e pam prej dokumentarit që ke kry shkollën fillore dhe të mesme. Por çka ka ba tjetër, a ka ba dhe një sherr që e ka i dhnu nanën, a babën, a ka qenë djali i urtë? Në përgjithësi, kam qenë një djali i urtë me ndonjë sherr. Me ndonjë sherr të vogël, se tani a ke ty dhe një gjam me dhe një top futbollit, a ja? Jo, po të tregoj pasi ma përmende gjamin se si e kam thyr gjamin. Dhe ky mund të thuash është sherri i madh, po diçysh një sherri i imponum. Unë në shkollën fillore se shquhem për person që harroj, por mos mërziten njerëzit që kanë punë me mua se unë shanoj. Unë harrova çantën në shkollë. Dhe unë nisa për shtëpi pa çantë kur e parë se kam çantën, në shtëpi nuk guxoja me shku pa çantë. Pa çantë për shku në zonë në shtëpi me atë babë, si e kisha. Ani me dorë kështu. Ka pas dorë ndaj. Edhe u ktheva, thash mos ka ndonjë dritare të hapun në shkollë, krejti kishin pasë mbyll. Çka me bë, këshyra apo më sheh kush, e mora një gurë, e theva xhamin më të vogël që gjeta, hapa dritaren, u futa, mora çantën, shkova në shtëpi dhe i thash babs, se tani e dija se kur të them në shkollë, do të hulumtohet kush e ka thyr xhamin, kush ka thyr shkollën, kush ka... Thash, unë nuk guxoj ma, se më kanë kërsnu, gjeta, sa jova një rend, më kanë kërsnu, nuk guxoj ma me shku në shkollë, po ishte një shkollë tjetër, fillore. Thash, unë kam qef e shku në poprate, në shkollën tjetër. Si thot ka ndodhur ashtu, ne të lutem, edhe më besoj, edhe më çoi në shkollën tjetër. Do të thonë, një prej sherreve. A e ka kuptu baba ma vonë? Asnjëherë, kur si kam tregu. Do me thënë, a i ka ndru jetë dhe nuk e ka kuptu. Ja, kom pas frikën ati gjithmonë. Po mirë, cili është gëzimi më i madh që ja ke babës edhe nanës ndonjëherë? Në të vërtetë më vjen shumë mirë që me sukseset e mia si këngëtar, po sukses është edhe të përfundosh një akademi, një fakultet, i kam ba
i kom bë krenar dhe ky fakt më gëzon shumë sepse unë tash i kam fëmijë dhe tash kam nis me i kuptu çka do të më thonë me të bë miu krenars. Nuk ka bukuri, as nuk ka lezet më të madh. Kjo mua më mban dhe kjo mua më gëzon shumë që prindët e mi disa herë i kam bë krenar dhe asnjëherë babai im nuk më ka lavdru, nuk më ka thënë bravo të shoh. Je i mira, asnjëherë. Ai e shijon të suksesin tim në heshtje, shokëve e tij u thoshte djalë jam kështu, djalë jam, po mua kur? A vujshe me ta thënë një herë? Nuk, jo se... Apo se ke pritë, se e ke unë njoh? nifja babën, ai ka qenë një tip ashtu, që nuk e di, nuk është lavdru, nuk ka urry, bile kom pas ban një këngë kushtuar atij. Kom pas ban një këngë dhe i tha që doja me e ban sa, që unë i kom kënu gjithë tonë dunjas, thash doja me e ban një këngë sa është ai gjallë. Edhe thash babë, unë jam të u ban një këngë për ty. Më ka këshyrë, tha, lutem, tha, veç mos e tepro me fjalë, mos e tepro kështu. Edhe ato fjalë që mi ka thonë, i kam futur në tekst të këngës. Kështu që... A e ke me videoklip këngën? Po ja, një farë videoklipit pjeshtë e kemi po. A mund të dëgjojmë këto momente, do të preferoja ta ndëgjojmë në rast se jo të tërën së paku, ta përcjellim atë ndjenjën e Nikolës që e ka pas për babën e vet. Hej, qysh i vogël 5 vjeçar, ma jetë treshit pjeshkatar, me ke dhanë ti shumë mësime, mësues ma i miri jetës time, në për në jazia fete. Hej, me ke marrë gjithkun me vete. Mirë, kjo ishte për babën, por nana, a ka met diçka zhig për nanën, ose atë ka met diçka që ke dasht mja ba nanës e s'ke mujt mja ba sa ka qenë mjetë? Atëherë, unë prindi fëmiu për prindin sa do që ban nuk mjafton asnjëherë dhe e kam thënë edhe në raste të tjera, në emisione të tjera, nuk kam ban sa duhet, sepse sa duhet pak kush mund të ketë ban, nuk them se s'kam ban, po sa duhet nuk kam ban për prindrit, po nana ime ka qenë një nanë si shumë nanat, mos të thënë të gjitha nanat e heshtun, një farë heshtjet që ka qenë trend, që ka qenë tradit, që ka qenë kështu, ajo nuk është përzije në punë burrash, në punë ma serioze, ka ba punë të saj. Ajo kishte qef kur unë lahutës i këndoja në mënyrën tradicionale, se lahutës i ka pas këndu edhe baba i saj, axhat e saj, dhe ajo e di knaqej kur më dëgjon të mu me lahut, mas shumë të lahuta i ka pëlqyer nga ana ime, sepse unë, do më thanë, kam lujt edhe me lahut, i kam këndu edhe lahutës, Çiftelis, bilbilit edhe të gjitha. Tani është radha, Nikol, unë me ta dërgu një SMS. Puna e SMS-it tek ne është ashtu që ti e merr SMS-in, po ta dërgoj në WhatsApp, se aty edhe komunikojmë unë e ti, e dërgon SMS-in në 5 adresa të miqve të tu, dhe pastaj presim ne atë përgjigjen apo s'të përgjigjen. Unë besoj që kanë me tu përgjigj, por ti nuk guxon me shiku SMS-in, po vetëm e bën copy and paste. Dhe ta shohim se çfarë do t'jenë përgjigjet e miqve të tu. Për ndryshe SMS-in pa zarar, që e quajmë ne kështu, zakonisht e shkruan Ben Apolloni,
edhe sot për ty e ka shkruajtur, është shikoje, është regjisorja. Si është mundësia me dërgu pa lexu? Vetëm e bën copy and paste. Copy, ashtu. Okej, prit veç pak. Po. Edhe e çon në 5 adresa. Copy, okej. Miq të nderuar, derisa Nikola ti dërgoj 5 SMS-at, ne ndjekim recetën e shefit, i cili gatuan në kuzhinat fantastike të Frigodellos. Unë jam Zekria Baftia, shef i kuzhinës në Hotel Emerald. Sot kemi ardhur në emisionin me Gjerin në muajin e gjuhës për të përgatitur disa specialitete të cilat i kemi në hotelin tonë. Tash ja fillojmë me përgatitjen e pjotën. Pjota është salmon i marinuar me kardamon, sheqer, krip dhe panxar të kuq. Për marinimin e salmonit në nevojiten 72 orë me nejtë në krip edhe në ato melmesat tjera që i përmenda më herët. Tash po fillojmë me prerjen e salmonit. Edhe këtë specialitet më në me gjetë në top restorant në Hotel Emerald, Katin e Pest. Edhe hurojna me majonez. Majonezin e kena bërë vetë, nuk më është i shpis. Dhe majonezi tjetër e kena majonez të zi, i cili është i marinuar me sepje, me të zezën e sepjes. E dekorojna me kaviar të monkfishit. Edhe do qetë dekorative. Kjo është pjata të cilën e kemi përgatitur për emisionin në muajin e gjuhës të programit të Gjerit nga Hotel Emerald nga shefi Zekria Baftia. Miq të nderuar, Nikola i dërgoi të gjitha mesazhet, ndërsa vetë nuk e din fare se çfarë mesazhi ka dërgu. Unë vetëm po i tregoj Nikolës që mesazhi që ti ja ke dërgu miqve tu, tingëllon kështu. Isha në Amerikë, më thanë, munal atje për 1 vit. Puna me këndu çdo javë 3 ditë në javë. Pagesa 20.000 USD, $20.000, por më thanë, mos me marr as dritën as djemt. Çka po thu ti, qa me ba? Unë i pyes ata çka me ba. Fort. Ta shohim tesh apo të besojnë miq që ti e ke dërgu mesazhin edhe çfarë mesazhi, a thonë lene me dritën edhe djemt, hajt se gjithë. Ta shohim 1 vjet, a munden miq pa ty? Në rast se shkon ti në Amerikë, a munden miq të pa ty këtu? Sa miq i ke këtu të afërt? Unë kam plot miq, por nuk kam kohë për shok të ngusht, nuk kam shumë kohë, sepse gjithçka duhet me ushqy, edhe shoqëria, edhe partneriteti, edhe por miq kam plot. Ne konektar spakut miq kemi shumë. Dhe fal miqësh, dhe fal sepse miqt na duhen, na përkrahin, kemi shumë nevojë për miq. Me kë i qanë hallet ti pos me dritën? Tani djemt janë rrit. A i qanë hallet ndonjëherë dhe me djemt apo nuk don me i ngarku? Jo, i qaj sepse nuk kam pas hallet që mund të ngarkohen për fat të mirë, por i konsultohem edhe me
konsultojmë me djem. Edhe për muzikën, edhe për ndonjë shqetësim edhe me djem. Shumë mirë. Mirë, po kthehemi tani te ajo periudha me Qamilin e vogël. Cili është kujtimi më i bukur që ke prej asaj periudhe? Në fakt, çdo aktivitet me Qamilin, sepse aty i mora hapat e parë, dola për herë të parë në skenë. A të kujtohet cila është kënga e parë që e ke këndu? Unë fillimisht nuk kam këndu solo, por Qamilit i duhesha edhe me instrument, edhe në Si back vokal, vokale, sigurisht, po edhe një gjë. Unë si back vokalist vonjam inkuadro sepse stili im ishte tepër i veçantë dhe nëse në 50 back vokalista, mua më delte zonin ndryshëm, dhe më thonin, dil, ti si e për back vokalist. Do më thanë, ndihmoja edhe me instrument, edhe me, po pas pak kohet me inkuadroj edhe sepse Qamili i vogël ishte i vetmi në Kosovë, se kishte marrëdhënie me shtëpinë botuese Jugoton të Zagrebit në atë kohë, dhe botonte albumet shumëta. Por një prej kujtimeve të bukura ishte kur shkonim në Mushtisht, për shembull te Shkurtë e Fezës e Shkurtën e njohim është afirmuar qysh fëmijë shkurta, ka njohur Kosova kur e dim që kemi pas shku dhe në shtëpi të saj, me gjithë orkestër ushtronim, pastaj fillon koncertet, pastaj fillon incizimet. Në cilin vit kanë fillu incizimet? Në 83-shin, 84-shin. A ishte lehtë? Po lehtë na dukej në atë kohë çdo gjë. Asgjë e vështirë nuk na duket. Edhe pa gjumë kur rrinim, edhe kur se ishte edhe maltretim, për shembull, futeshim në studio 30 vetë në orkestër dhe njani nëse gabon duhej me u këtu për fillimit, se nuk ishin kushtet si tani, që e ban pjesë. Nëse një tingull jashtë orkestrimit, jashtë asaj që duhej krejt prap prej fillimit. Pastaj na bën impresion se paguhej ishte shumë shtret studio dhe paguhej koha. Dhe do më thanë, kjo ishte vështirësia vetëm. Cila është kënga, e manë mend cila është kënga që e ke këndur për herë të parë, që e ke incizu për herë të parë? Për herë të parë, ndoshta është edhe kënga ime më e bukur në karrierën time, Oj Lulja Malsis. Oj Lulja Malsis. A e ke të xhiruar apo? Kam xhiruar disa herë. Apo shumë bukur. Do të thotë mund ta gjejmë që ta transmetojmë tani. Ku vetëm e shkrua O dhe del Oj Lulja Malsis. Edhe miq të nderuar, ju që po e shikoni emisionin, ju faleminderit që jeni këto çaste me ne. Po e ndëgjojmë O Lulja e Malsis mirë, po këtë këngë mund ta gjeni edhe në YouTube në kanalin e Nikolës, aty i ka të listuara të gjitha këngët, edhe e pash edhe një potpuri fantastike që e kishe, kështu që të gjitha këngët e Nikolës mund t'i gjeni në YouTube, po këtë rast, O Lulja e Malsis. Për ty këngës du me janis, për ty këtë këngë du me kënu, ta di gjithë kush se të du. Oj Lulja e Malsis, oj Lulja e Malsis,
në shpirë tokë denarin. Oj, lulja e mal si sohet. Oj, lulja e mal si sohet. Në këto momente është radha ta ndjekim recetën e Olës. Përshëndetje shikues të nderuar. Sot do t'ju tregoj një recetë si ta gatoni qoftet me patate në furrë. Zakonisht to gjellna tona tradicionale gjithmonë janë me furra, me gatime gjata, me zirje, por duhet edhe ato ti kujtojmë nga njëherë dhe ti mos t'i harrojmë recetat e gjysheve tona dhe nanave tona. Prandaj unë sot do t'ju tregoj si t'ja përgatisni qoftet me patate në furrë. Ju vyn qoftet të ngatshme, i boni 2 kg mish. Unë mishin e martë i veja në Dardani, në Kurrez, dhe e merrni 2 kg mish dhe i veni një vej, pak troshat bukës, biber, qep. Qepën e boni e kaloni në për blender për me mujt me qenë ma e hodh, mos mi u met sopat e qepës, biber zi, biber të kuq, kryp dhe e që zakonisht që i boni qoftet. Patatet i preni kështu rumbullak, ju nevojitet një spencë që gjelbër, domatina ose patligjan dhe erza tjera kështu me radhë, të cilat unë do t'ju tregoj duke gatu. Mas pari qoftet i fërgojmë pak. Zakonisht kur të dojmë me bo me qofte ose me mish në tavë, sigurisht është ma mirë një herë me skuq pak, për arsye se edhe nuk zvoglohet mishë, dhe më thonë nuk hum, edhe e ka atë duket edhe ma mirë, dhe më thonë edhe është ma i shishëm edhe duket ma mirë. I meni patatet dhe i qëtni i vëni në tavë. I shtoni krep, piper të zi, piper të kuq, pak, për arsye se në fund ja shtoni edhe yndyrën me piper të kuq të cilën e përgatisni ma vonë, pak vaj, ulliri ose vaj lule djeli çfarë të dëshironi. Dhe këto i përzini mirë. Dhe tash të i pasionzi pak vaj, i qesim qoftet me përgjit në 2 anë, nga 3 minuta, heq ma shumë. Tash mund të zvogloni pak temperaturën dhe qoftet janë të gatshme. E mbuloni tavën kështu me patate mirë në disni dhe i veni qoftet për me. Dhe tash, në furterën ku e keni fërgu qoftet, e veni një lugë biber të kuq. Nëse keni dëshirë me qenë kjo tava pak ma e trash, të më thonë atër mund t'ja veni edhe një lugë miell. Me bo ashtu si një qërvisht vogël, por unë kësaj radhe po e boj pa miell. Dhe ju nëse keni dëshirë, mundeni me përdor edhe miellin. Dhe e fërgoni kështu. Nëse dëshironi të furnizoni me anë të kuzhinës të gjitha që mund t'i gjeni dikun, është si Vegeta. Është dyqan në Fushë Kosovë, ku do të shkoni dhe do të furnizoni edhe me diçka që as ju ka rënë mend që duhet ta keni. Kësaj ja shtoni pak ujë. Ja shtoni 2-3 gjethe dafine. Dhe gjithashtu në mes perimeve. Dhe kësaj ja shtoni
tavës. Pastaj i veni disa speca kështu, mes. Gjelbërt. Nëse arrodhoni djeks, atër munën me qitë edhe speca djeks, por të duket ma bukur kështu. Nëse keni domatina, kishte qenë mirë, po që unë sot nuk i gjeta në treg, atëre qitni edhe i preni një domate, e ktheni kështu me kalkura knena, dhe me thonë. E të nshashtojnë edhe një lukë mbi, sa me u vy këto perimes. Si për i vene pak oregano ose magdanoz. Dhe kjo tavë është e gashme, një tavë shumë e mirë, patate me qofte, dhe fusim në furrë të piqë dikun për 20 minuta. Besoj që tava është e gatshme dhe mund të ndjerim prej furrës. Çfarë arome mirë. Si di, s'po më livdan kërkosh vish vallaj ljumja shpia që m'ka. Ha, qëra sa e bukur. O, zot. Po vjen shumë keq shikus të nderuar që nuk keni mundësi nëpërmjet televizionit me dëgju, me shiju atë aromen edhe me provu, por na jemi këtu një staf i mrekullueshëm dhe sigurisht tash do të ulemi dhe do të vazhdojmë me shiju. Shikus të nderuar, me këtë tavë, me qofte me patate, unë ju përshëndes deri në emisionin e radhës, duke ju uruar gjithë të mira. Nikol, një tu po e shef që i kena pru këto kavanozat e qelqit me vedi. Ishtë më pëlqejnë këto letra mua. Këto janë pyetje me spec që i bën Ben Apolloni, po ashtu. Etash, para se me shku te këto pyetje, më trego atë ka ardhur ndonjë përgjigje. Se po, Atë ka ardhur? dherë tani asni. Ua, i pas ke miq ty pjet. Okej, ky është kavanozi i parë. Përzgjidhe një pyetje, aty janë 5 pyetje, njënën merre. Edhe ta shohim se çka ka ditë me pregadit Ben Apolloni. Shumë e ke lutë Suzin nga Tuzit që mos të ikë në Amerikë. Ata kanë dëgju Suzi, apo më shumë e kanë dëgju këngën të tjerët dhe ti ke mbet pa dashurinë e saj, por së paku ke bë pare. Ja, tani, pare zbesoj se kam bërë me këtë këngë, ose Suzin nga Tuzi. Në vërtet, tek shkruesi i kësaj këngë e ka pas Suzi diçka me Tom Cruise-in, sepse ishte Tom Cruise në atë kohën, këtë kohë shumë aktual, po unë nuk më pëlqej. A jemen, si jemen po me e fut në këngë dhe e bana Suzi nga Tuzi. Në fillim është interesant se njerëzit kësaj e kërkonin cili Suz, edhe këtu kemi shumë Suza. Po. Këtu e duan edhe sot e duan rinia këtë këngë, bile kur e kënoj, veç ja u jap mikrofonin e kënojnë ata vetë. Po, shiso, kjo mos shko në Amerikë, kjo lutje vazhdon, unë jam, do me thanë, me këmbgullje e them përmes kësaj këngë e tjera këngë se me të vërtet po na shkojnë Suzat në Amerikë, edhe djemë, sepse djemë të atje kanë qef me marrë një vajzë nga Amerika, sepse realizimi i shkumjes në Amerikë bëhet më lehtë. Kurse
djemtë atje duhet me marrë një vajzë të Tuzit, ma bio, u duket ma bio. Kështu, do me thënë, edhe djemtë dhe vajzat, dita ditës lakmojnë me shku atje dhe mua kjo më brendos. Ti ke 2 djem. Po ta tha njeni prej tyne që dëshiron të shkojnë në Amerikë. Qëndrimin e dim, nuk ke qef me shku, po që banë ti? Do t'a le, do t'a nalje, do t'i thoje që ta kryon baba ty mundësin me met këto, por ai përsëri dëshiron të shkoj. Ata mundësin për me met këtu e kanë dhe e din se kanë. Por baba, unë kom frikë me ndërhy në planet e djemve, tani ma nuk janë fëmijë janë gjithmonë fëmijët për prindrit, por nuk janë fëmijët pavetëdijshëm dhe nuk janë tani ma janë 20 vjeçar dhe ata janë ma inteligjent se baba dhe se nana dhe unë kam frikë me ndërhyrë në planet e tyne afatgjate. Nuk do të doja. Edhe në Amerikë ka fukara, por edhe në Tuzë ka njerëz suksesshëm. Unë u them një gjë. Nuk e përcakton vendi suksesin. Absolutisht. Kjo është të sigurt. Mund shkosh ti në Dubai, mund shkosh në New York dhe mund të mbetesh fukara, bile New York ma shumë se gjithkun ka njerëz homeless, si u thonë, që flenë të pastre, të pastre, që nuk kanë kur gjë, e kanë një valigje me vetin gjithë pasurinë e tyre. Do me thënë, kjo është përgjigje. E sinqert imja. Do të thotë, djemtë e Nikolës mbesin në Tuzë. Uroj. Edhe një spec. Edhe një spec. Kamera mos mi marrë gishtat sepse po janë pa gjizë këta. Janë pa gjizë se Beni ishtë i Kaçanikut edhe nuk e hanë gjizën. Ke thënë se ke krijuar një këngë për gruan, ende pa e njohur atë. A është e vërtet se ke krijuar atë këngë për një grua imagjinare? Dhe vetëm pasi e ke pa dritën me sy, ke thënë ja për këtë e kom bërë. Atëherë, historia për këtë këngë është interesante. Unë isha në ka nevojë me isha ushtar dhe kur erdha në pushim, më thot një gru e fshatit tim, e rrethit Tuzit, thot ti Nikol, je këngëtar, njohin, është një vajzë këtu në Tuzë, po e kërkojnë shumë, është të bukur, po mësëja thot se ty ka mundësi ta japi. Është kështu e përshkroj ajo, gruaja, është e gjatë, është me flok kështu, me kështu, Edhe, unë me thënë vërtetën nuk kisha plane martese, kisha tjera halë me nëzirë kryti herë prej ushtrisë, isha student akoma, por shkova në ushtri me këto përshkrime të asaj vajzët të bukur, atje në ushtri edhe pse kom kry në Serbi, shqiptëlinë kom pas me vetën. Edhe në bazë të fjalëve që mi tha kjo, unë fillova dhe bana këngën Oj Lulja Malsis. Edhe, kur kom përfundu ushtrin, drejt kom ardhe i kom inqizu atë këngë. Pra, ja kom kushtu asaj vajzës imagjinare. E sot, gruaja ime. Edhe atë këngë e kom kënu në një tubim popullor që vinë mira vetë, në një logë të vitoje, si thonë këtu, edhe më ka thënë drita, e kom pas një ndjesi që kjo këngë mund të jetë dedikuar për mua. A sa bukur. Pra, unë nuk e kom njohë dritën. Kom qenë në skenë, nuk e me më paston zbrit poshtë dhe shko preke, s'kisha ditë cila është, dhe asaj vajze, pra i kom këndu. Dhe kështu kalin kjo këngë. O, sa bukur. Po mirë, kur je njoftë me dritën? Edhe prapë do të vazhdoj me diçka interesante. Këtu, në kohën kur unë jam martu dhe ma heret, nuk është leju me dal me të fejohem, as me të pa para se të fejohem, as me të njohurën, nuk është leju. Dhe prindet e dritës kanë qenë shumë të rreptë.
Dhe unë kam funksionu me mësit. Ata herën e parë me refuzun bile. Oh, Me refuzun me arsëtimin se unë isha në student në Kosovë, nuk e njohim djalin, nuk shtohen e knej. Dhe herën e dytë doli me sukses. Por ku më pyetnin në Kosovë, sa kohë keni kalu para se jeni te ju, dhe në nëzun gusht në fillim dhe u morëm vesh me dritën me thonë, kemi kalu një vjetë. Në re, gënjenim se ku një vjetë, as një sekund s'kishim mundësi. Edhe kështu dhe me thonë, jemi martu me njohje nga distanca. dhe me thanë jeni Kaq. po mirë, kur i kanë thanë dritës, ata ka spjegu pastaj drita, kur i kanë thanë dritës, po t'lyp Nikolnik Prelaj, drita a ka pas vendim, apo jo, a ka pas, po mendoj, a ka pas vendimarrje. Po, mundësi të vendimarrjes. Jo të kënaqshme, jo, se thash, babën e ka pas rrep, si shumë baba malsor. Po. Për shembull, baba im ka pas, nuk ka pyet vajzën Po. ku donë, si donë. Po e ka dhanë vetë. Ajo më ka pa dhe tukën du. Ti a e ke pa? Unë e kam pa. Atë ka pëlqy. Më ka pëlqy. A ke dalë mi shiku mos po kalen rrugës? Ja, se ka pas shpinë në një pozit shumë të pa favorshme për me shiku. Për me shikun, apo kalon ajo rrugës, duhe me më shiku të gjithë kushritë, të gjithë katuni, të gjithë. Ja. Do të thot ti për herë Shtërsi, film. Kjo Ti është për histori herë për film. parë, E kom pa, e ke pa kur je feju? edhe atëherë probleme. Se me fare pes. Me fare fise me prind aty, e bile më thonin u ernot, apo shkon apo të qojmë. Si jam i sinqert. Një herë e kuptova se nuk është kush aty. Në shtëpitë saj, posa jo. Shkova, e gjeta edhe motrën aty, po pas 1 minuti erdhë shiu. Që me na hyni njeri më aty. Probleme. Shumë histori Mi ke vadu interesante. pyetje që s'mi ka ba kush. Që s'mi ka ba kush në 50 vitet e mia karrierë. Po këta janë shumë gjana të lezetshme. Ti tash e ke jetën e ndërtuar me dritën, njëri tjetrit i thoni çdo gjë, i keni 2 djemë si drita, që edhe emnin si drita, edhe kur ktheheni mrapa edhe nuk e keni ditë me kënd, do të them kështu thjesht, do të futesh në shtrat, pa u njoft pa ashtu, çfarë ndjenje ka qenë ajo? Unë jam futën në shtrat me qef me të, se ishte vajzë e bukur, pas e prënë s'kisha nevoj me njoft ma shumë. Bukur e bukur. Po, dashuria vjen. Kemi me njoft. Po, çfarë ndjenje ishte kështu, që i ke thanë, kur je fut në martesë, të me thanë, keni lidhë punore dhe... Nuk është se kemi gjithë raste, mos pak me telefone, pak shtu, pak ashtu. Qa po banësie, a jeme nanën, a jeme babë? Një 6 orë një herë, di se kemi ndërprej telefonin në Prishtinë, unë Prishtinë të student. E ajo... Sa të kara me pagu, mardjal? Me pagu? Unë atë muaj kam hangër herë bukë thatë, herë... Se ikur parët në telefon. Po, veç me pagu telefonin. Ata din këtë sakrificë drita? Po, e din, po. A e keni dashunin si në fillim si kur tani? Si qa? Dashuri. Na dashuri kemi, por pasaj bëhesh edhe si shokë. Nuk po dhëm si motër. Nuk janë ma flutrat, prem. Nuk po dhëm si motër, por bëhesh edhe shoki jetës, janë gjitha të punë që do të i bëha bashkë, vinë fëmija, vinë dhe, a di, një gjë po e kuptoj. Njerëzit dashurohen si tri dhe pastaj jeta e zbaticat e turbulencat dhe prap
kur bëhen disa vjet prap afrohen sidomos kur rriten partner, fëmijët. kur rriten fëmijët dhe kur nisin ata ndoshta edhe me u largu me shku në përpunë vetë, tani pleqt bëhen bashkë prap. Është shumë bukur. Për herë të dytë. Fort bukur. Bëhen bashkë prap për herë të dytë se në fillim janë telashet me i rrit fëmijët, me u ba shtëpi, me ba diçka pak ma shumë dhe pak ma shumë është edhe pyetja e tretë e Benit. Tretë. Atëherë, nga lahuta të çiftelia, cili instrument të bën më shumë të ndihesh si shqiptar malsor kur luan me ta? Lahuta, s'kam nevojë me mendu. Lahuta është instrument epik, instrument i vjetër, bile. Me lahutën nuk është punu, sepse lahuta mund të kishte qenë në UNESCO. Lahuta jone, jo lahuta e tjerëve, sepse është më e vjetër, që është në shekullin e 14 tonë, ka pas shkollë lahutarësh në Durrës, por lahuta është instrument vetëm epik. Me çifteli mund të knosh gjithçka, me lahut jo. Vetëm këngë patriotike, këngë epike, këngë serioze. Është instrument serioz. Cilën këngë ta kanë kërku ty kur i kera lahutës? Mas shumti. Nuk kur del me lahut, nuk jenë pozit me të kërku këngë. Ti e ke repertorin këngë. Këndohet një këngë në një aktivitet edhe ka që para cilën e ke parapëlqy me e këndu? Shumë e kom këndu një këngë me titull Nora e Kelmendit, sepse unë e kom pas adhuru dhe adhuroj një lahutar të Shqipërisë, Jonos Delaj, lahutarin legendar edhe aja është malsor si unë, por janë kufinit se malsia është ndarë për gjysëm, si shumë malsi tjera, dhe shumë e kom këndu këtë këngë, këngën e tij. Shumë bukur. A keni në qizim? Po, kom. Po, e keni YouTube? Mund ta YouTube? keni në YouTube, po. Shumë bukur. E ndëgjojmë Nikol Nikprelajn në lahut me notë. Të shohim tani se çfarë recete na ka sjell Rudi. Përshëndetje miq të dashur, si çdo të diell, edhe sot jeni me ne ku tjetër pos muaj gjus me gjere. Sot do të përgatisim një recet, një kek, që është shumë i lehtë për përgatitje, mirë po shumë i shijshëm. Çka kemi këtu përbërës që do të përdorim? Për përgatitjen e kekut kemi vezë, sheqerin dhe mielin, kemi vajin, qumshtin, vajin e kemi në këtë anën tjetër, kemi lënë tjetërin anë tavolinës, plur për pjekje, kakao, si dhe vishnje. Fillojmë me thyrjen e vezëve. Marrim sasinë e sheqerit. Fillimisht me tel të dorës i tundim. Fillojmë me i kthy në vendin e vet sheqerin. Me tel të dorës i tundim vezët me sheqer. E shtojmë sasinë e vajit. Në shumë keka vajin e shtojmë në fund, pasi që të vendosim sasinë e miellit, mirë po kësaj radhe do e përzi me vezë dhe sheqer, gjithashtu dhe sasinë e qumshtit. Dhe tani gradualisht ja shtojmë mielin. Përzijim fillimisht. Pluhurin për pjekje. Kakao. Përzijim ngadalë. Në kam bete edhe një sasi e pluhurit për pjekje. E largojmë edhe mielin nga tavolina. Unë sot do t'i pjeki në
formë të silikonit, mirë po mundeni me I pjek edhe në format e metalta të kekut, qysh do që e keni ma letë. Marim një lukë. Masa është përzirë mjaftueshëm. Dhe fillojmë me mbushjen e formave të silikonit. Mundeni me vendos me një bokall, ose edhe mundeni me vendos në qeset të pastiqerisë. Ja ku I kemi edhe na bokallin këto. Edhe ma lehtë I mbushem se me lukë. Dhe jam I dashur, sa ma lehtë është. Mirë po mos e leni pa e provu pasi që është shumë e shijshme. Mundeni me I bo dhe në formë të mafinit, nëse ju pëlqen ma shumë, çdo që ju pëlqen juve, apo dhe I keni pajisjet në shtëpi, në atë formë dhe mundeni me pregatit. Unë e kom bo një masë të vogël, nëse veç dëshironi me bo sasin më të madhe, atëherë vetëm me 2 fishani apo dhe 3 fishani masën, të cilën mund ta gjeni në kanalin ton të YouTube-it në Majë të Gjuhës me Gjerin. Vendosim vishnjen në mes. Vishnja do të depërtoj në brendësi deri në fund të kekut, kështu që mos u shqetësoni nëse nuk e vrini pas pjekjes që është në pjesën e sipërme. Dhe tani miq të dashur po e vendosim për pjekje. Ne do ta pjekim për 10 minuta, ndërsa nëse e bëni në format e mëdha, patjetër duhet ta pjekni 40 deri në 45 minuta. Derisa t'i pastroj unë dhe tavolinën, keku jonë do të piqet, ta lëm një 10 minuta të ftohet dhe do ta shijojmë me një kafe fantastike. Gjithmonë kuzhinën tonë nuk mungon bora, pasi është shpëtimi çdo kuzhine. Sa herë ta bëjmë kuzhinën pa pastër, e pastrojmë me borën tonë të dashur. Miq të dashur, keki jonë është pjekur në mënyrë fantastike. Ja qesim pak sheqer pluhur për sipër. Si dhe tani do e shijojmë. Përshta po shihni vishnjën këto në pjesën e brendshme që ka ra. Kështu që mund të më bëj mirë e juve shihemi të dielën e radhës. Mos e lani pa e provu, është fantastike. A boll? Boll, kanë ngel edhe 2, Nikol. Hajde. Hajde ta shohim. Derisa të përgjigjesh në të, kush t'i ka mësu instrumentet ty, lahutën? Askush, vet. Bravo. Vet. Shumë bukur. Autodidakt. Nëse do të kishe një këngë që e shoqëron debatin për futbollin në familje tuaj, a do të ishte balad, hard rock apo folk? Hard rock. Futbolli, s'din çka është balada. Ja, pare. Hard rock. Hard rock. Bile me shumë a, hard rock. Shumë bukur. Para se të kthehemi te kjo pyetja e fundit, ta shohim atë ka ardhur ndonjë mesazh? Dikush të thirrë në telefon? Po, kanë ardhur 2. Hajde ti dëgjoj. Po do të parapartisht me ju çu dritës, a do të më tregu se kush? Po. Ky është Beni Hoxha, është një mik imi, ne jetomi njëri tjetrit vëlla, jeton në New York dhe është njëri prej 2 pronarëve të Elite Events që organizojnë koncerte. E njoh Benin. Me ju çu dritës dhe djemve nga 20.000 në javë, ta bajnë halal edhe ta bajnë halal. Veç shka. Kurse edhe një tjetër ka. Po. Ha. Valla e di, nuk mujmë me të përzi ata more, mos ju kallëzot që i ke 20.000 me veti, që i ke me veti. Ha, jo mor, rri në shtëpi tane. Rri, nuk më thot mos më shku, kjo është Afrim Tafa. Model Slovenia, Afrim Tafa, njefni, Lulzim Tafen, Ilir Tafen, Bajramin.
Ky më thot rritë shtëpia. Rrinë shtëpi. Po ky më thot kollaj rritë shtëpi se ky ka pare bollë. Okej, përgjigje tjetër nuk kemi. Jo, deri tash. Deri tash jo. Okej. Shkojmë dhe me pyetjen e fundit nga Ben Apolloni. Ti e ke studiu pikturën, por je marrë me muzikë. A do të thot kjo që ti je piktori më i mençur se fillimisht ke bën pare me kënd, ma ndej në pleqëri e ke lënë të bësh art. Atëherë, a di si më tha, unë kom bën një ekspozit në AB, në kolegjin AB, me pronare Lulzim Tafa. A di si më tha, ti je tha piktori më i mirë ndër këngëtar dhe këngëtari më i mirë ndër piktor. Me këshir hol zdelja as si këngëtar, por kë më tha me hajgare. Do me thonë, edhe një herë, ti ke studiu pikturën, por je marrë me muzikë, a do të thot kjo që ti je piktori më i mençur se fillimisht ke bërë parë? Do spesas kjo. Unë nuk do të më besoni, por nuk ka qenë qëllim parja ime as në muzikë. Parja erdhi. Natyrisht. Si të gjithë edhe shqyqyr që ka ardhur. Por nuk ka qenë qëllimi ky dhe këngët më të mira të karrierës time i kam bërë në kohën kur nuk ka pas pare. Por jo, nuk ka lidhje kjo. Unë me pikturë po merrem tani sepse nuk kam pas kohë. Se ti vete ke djalin ndër artistët më të mëdhenj të kombit shqiptar dhe ti e din se sa shumë kohë i duhet atij merret me muzikë dhe nuk ka kohë për asgjë tjetër. Edhe unë nuk kam pas kohë për asgjë tjetër, për fat keq. Po tani e racionalizoj pak kohën, jam marr pak muzikës, sepse unë tash nuk jam në... Po, mos ma thuaj atë që deshte me ma thanë, se je. Dhe unë e di që ti je i kërkuar jo vetëm në Maltëzi, po je i kërkuar edhe në Kosovë, në Maqedoni, gjithandej nga ka shqiptar. Ne edhe e filluam, miq të nderuar, emisionin, e treguam që Nikola sapo është kthyer nga Amerika dhe përsëri do të shkoj në Amerikë për shkak se bashkëqytetarët e tij të Tuzit, gjithnjë e kërkojnë se e duan këngën e tij, e duan zërin e tij, interpretimin dhe ngrohtësinë që e jep Nikola në skenë. A ban me ju thënë diçka shqiptarëve në këtë moment? Po. Se u përmend Amerika. Mos më pyetni më, o shqiptar, a jeton në Amerikë, a jeton këtu? Ka shkoj më pyesin, a jeton ti në Amerikë? Po njëte për thamë. Unë nuk jetoj, as kom jetu dhe nuk duhet jetoj në Amerikë. Unë në Amerikë shkoj, punoj 2 ditë, 7 ditë, kthehem dhe kështu ka qenë gjithë jeta ime. Mirë po, Nikollën e gjeni në Tuz. Këtu e ka familjen, këtu i ka dritën, këtu i ka djemë, ka miqt e vetë. Edhe në Prishtinë. Po, edhe në Prishtinë. Por Amerikën e ka për miqt të cilët i kanë ikë. Se ti ke shumë miqt që të kanë ikë në Amerikë dhe natyrisht që është një pjesë e jetës tënde bashkë me ta. Tani, këtu e kam unë një fletore para se ta përfundojmë emisionin. Do të më shkruash diçka se si e ndjek këto momente me mu, si të duket emisionin Ma e Gjuhës, si u ndjeve me pyetjet e Benit, me SMS-in pazarar, do të thotë 4-5 fjali të cilat do të publikohen në rrjetet sociale të emisionit ton dhe ti do ta kesh vendin e veçantë aty. A beso se kemi harruar me shkru, tu shkru në telefon? Po, gjithmonë. Që ka thënë Gjakovari, biri im fëlsh me gishta. Po. Dhe receta e fundit për sot është receta e Mamadeus. Të dashur shikues, me një herë me uqu edhe me i marë boronicat prej frizit me nxjerr ose me ble nëse ka dikush ende në këtë kohë që poshet boronicat bjeshkës, me pyet afërm, familjar, këshi, a kam boronica edhe
diqysh me i marë e me një herë me bo këtë recet. Pak po bëj shaka, po kur vjen fjallat e boronica, do të shumë seriozisht me folë. Janë të pasura me antioksidant, janë prebiotik. Për ndryshe, edhe një informatë që e kom mësu tash vonë, boronicat, kur pjekën, edhe ma shumë po fitojshin veti ushqyse edhe ma shumë po lirojshin antioksidant, kështu që mos u tut me i përdor në pjekurinat e juja, sidomos me ushqy fëmijët me to. E unë e po i ha dhe të ngrime. Sot kemi me bo galet. Galet me boronica. Galet janë llojet e ëmbëlsirave me këtë brumin, me këtë petën, që zakonisht blihet e gatshme, se është pak si vështirë me përgatit. Për me përgatit din rudi, unë nuk di, unë e veç muj me blihet gatshme. Ose mi thonë rudit boma. Për ndryshe, kjo galet ka me u bo me kos grek, me një të kuqet vezës, i përzim qështu. Ja shtojmë sheqerin apo shiqerin, një filxhan i vogël sheqer. Kështu. Për galet, ajo që na duhet është vetëm mesin e brumit me e mbush me masën që e kemi, për shkak se pjesën tjetër kemi me ja kthy këto qoshët që qështu. Tash ja qesim boronicat. Për ndryshe, një gabim që unë e shoh prind shumë që e bojnë kur i ushqejmë fëmijët me fruta pylli, asnjëherë si japin fruta pylli pa ja shoqëru me sheqer. Jo se pe han ma mirë, po ma mirë është me mësu. Ndryshe është kur e bojmë një desert, për shembull. Po e shoh drezat, boronicat, manaferat, ju qesin sheqer për mbi. Nuk e di, ore nuk e përkraj, se mendoj që ma mirë është me mësu me shijen e vërtet që frutat e kanë. Ata prind që i përdorin salvetat bora, unë i përkraj. Shkojmë qështu me kthyerjen. Tash nuk e di sa jam të ja qëllu, dikush më mshon, dikush më mbrapton. Sa diku po të krye ma shpejt recetën. Ndryshe kretë. Tash e marim vezën. Kështu. I lyem këto të qoshet. E pi qumë, jo po e pjekim në 200 gradë për 20 minuta. Miq të dashur, galeta me boronica u poq, është tepër e nxehtë tash për me prek, po kjo është për m'ju tregu qysh duket, e shihen s'kom çka ju tregoj, e provoni vet, e na shihemi dillën tjetër, me recet tjetër, deri atëherë po ju dëshiroj çdo të mirë. Tong tong. Ky emision u mundësua nga Frigo Deluxe. Kalon tuzin, bukuri e rallë, shpirtin me thaka. Hollywood, do të vehem aktore, masun gut. O mori
aman. Vajz, vindu mori vajz, atje s'osht parajs, atje s'osht parajs. Hollywood, thot me hem aktore, mos shumë gut. O mori malsore, mos me ik në Amerik. O Suzi, o Suzi, o Suzi, për ty është tuzi. Hollywood, thot me hem aktore, mos shumë gut. O mori malsore, mos me ik në Amerik. O Suzi, o Suzi, o Suzi, për ty është tuzi. O Suzi, o Suzi, o Suzi, për ty është tuzi. Mos shumë gut. Hollywood, thot me hem aktore, mos shumë gut. O mori malsore, mos me ik në Amerik. O Suzi, o Suzi, o Suzi, për ty është tuzi. Hollywood. Miq të nderuar, derisa Nikola po e shkruan një fjali të zgjeruar për emisionin ton, unë dëshiroj ta falenderoj pronarin e restoranit Niagara këtu në Tuzë për ambientin që na e siguroi që ne të jemi shumë rahat dhe shumë mirë gjatë intervistimit të Nikolës. Ndërsa ju preferoj kur të kaloni këndej apo të vini enkas tek restoran Niagara për shkak se ambienti është fantastik edhe më kanë thënë që ushqimi është fantastik. Dhe tani lexoje për shikuesit e mi. Unë ndjeva jashtëzakonisht mirë. Mi ka e ba pyetje që gjatë 50 viteve të mia karrierë nuk mi ka ba askush deri sot. Pyetjet ishin jo të lehta. Faleminderit. Ma nënshkruaj dhe datën shkruaje. Shumë bukur. Bravo, faleminderit shumë. Faleminderit. Ndërsa Nikol, a e din pse të kemi marrë në emision? Pse të kam thirrë në emision? Jo. Jo. Të kemi në ma e gjuhës se je yll. Faleminderit. Kjo është dhuratë për ty. Kjo është një dhuratë e jashtëzakonshme. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit ty që ke gjetë kohë, e di që ke qenë i ngarkuar, e di që je i ngarkuar, e di që je i lodhur, por megjithatë ke gjetë kohën që ta pranosh ekipin ton këtu në Tuzë. Faleminderit me këtë dhuratë. Edhe faleminderit se ne pa televizionin si që jeni ju nuk mund të ekzistojmë dhe ju jeni përkrahja jonë më e madhe. Ju e bani gjithë këtë sakrificë me ardhë deri te unë në Tuzë, sepse unë me një telefon vit ku t'jeni ju, por ju keni ardhë kësaj herë te unë. Faleminderit edhe prej këtij pronarit dhe faleminderit që i reklamove edhe Patjetër se na ka siguru ambient shumë të kamshëm. Kështu që Faleminderit Nikol, dërsa miq të nderuar, ju falenderoj edhe ju që keni qëndruar deri në këto momente bashkë me ne. Një mpuç nga unë këtë ftyrën keni mi pa prap javën tjetër, ndërsa Nikolën mund ta ndiqni në YouTube, por edhe në koncertet e